Partia Demokratike e Kosovës e ka dorëzuar zyrtarisht në ZRE kundërshtimin administrativ ndaj vendimit për daljen e bizneseve në tregun e lirë nga 1 qershori. Në konferencë për media, PDK i ka bërë thirrje ZRE-s ta pezulloj vendimin. Në të kundërtën, pas 15 ditësh do ta procedoj në gjykatën themelore të Prishtinës, ku do të kërkohet masë e përkohshme e zbatimit të tij. Kjo betejë po bëhet pikërisht për ta kundërshtuar një vendim të palehtëshëm, i cili rrezikon rreth 140.000 qytetarë të Republikës së Kosovës që t'i humbin vendet e punës së tyre. Tahiri theksoi se njëra nga kompanitë që ka aplikuar për licencim për shitblerje të energjisë është Luanda Lipit, shefi të kabinetit të kryeministrit në dorëheqje Albin Kurti. Kjo kompani, pra njohur si MDA, është kompani që ka qenë në pronësi të shefit të stafit të kryeministrit zotit Kurti, pra zotit Luanda Lipit. Ky është themelues dhe njëkohësisht ka qenë aksionar i kësaj kompanie. Pra MDA-ja e shefit stafit të kryeministrit që sot drejtohet nga drejton Dalipi, e megjithëse është vllau i shefit stafit të kryeministrit, ka aplikuar për licencë për furnizim me energji elektrike në vendin tonë. Në një anë, kryeministri e dërgon vllaun në departamentin për shitblerje të energjisë elektrike në Kek, dhe në anën tjetër shefi stafit të kryeministrit kërkon licencë pra këtyre kompanive që i kanë qitë në treg lirë me u shit energji elektrike. Ministria e Ekonomisë dje njoftoi përmes një komunikate se 5 kompani që kanë licencë për furnizim me energji elektrike janë deklaruar të gatshme të japin oferta për furnizim me energji elektrike. Tutje në njoftim u tha se disa prej furnizuesve tashmë kanë dhënë oferta për biznese individuale ose kontrata me grupe biznesesh të organizuara së bashku. Ky njoftim erdhi pas takimit që Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanolli mbajti me drejtorin e bordit të ZRE-s dhe përfaqësues të odave ekonomike. Përfaqësues të bizneseve në shenjë proteste kundër vendimit që i obligon nga 1 qershori të dalin në treg të hapur për furnizim me energji, bllokuan të enjten për rreth 2 orë hyrjet kryesore për në Prishtinë.